Avokati mbrojtës i Samil Ushtakut, Arjanit Koci, po kërkon që klienti i tij të transferohet në burgun e Dubravës, nga se sipas tij, burgu i sigurisë së lartë në Gërdovc nuk plotëson kushtet e nevojshme për trajtim mjekësor, por ai nuk ka përjashtuar as mundësinë që klienti i tij të trajtohet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas Kocit, gjendja shëndetësore e Ushtakut kërkon trajtim të vazhdueshëm mjekësor dhe përcjellje 24 orëshe. Këto konstatima i mbështet në rekomandimet e mjekëve të QKUK-s. Dubrava e ka spitalin në kuadër të burgut, edhe ai spital për atë smundjes që e ka zoti Ushtaku i ka disa pajisje elementare, primare, nuk i ka gjithat, nëse burgu i sigurisë lartë nuk ka fara, e ka vetëm një mjek të përgjithshëm i cili e ka orën e punës deri në 4, pas orës 4 është mjek në thirrje. Kushtet në burg, por dhe të gjitha raportet mjekësore të lëshuara nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës mbi gjendjen shëndetësore të Samil Ushtakut janë duke u analizuar nga EULEX-i. Madje për këtë, EULEX ka angazhuar një mjek ndërkombëtar, por vlerësimi i raporteve mjekësore është duke u bërë edhe për ish ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Sulejman Selimin. Këtë ka thënë Dragana Nikolić Solomon, zëvendës shefe zyrës për informim publik në EULEX, përmes emailit për Tribuna Channel. Por këtij mjeku ndërkombëtar nuk po i beson avokati Koci, nga se thot se ky nuk është mjek i lëmisë së smundjes nga e cila e lëngon Ushtaku, por ai është mjek i forenzikës. Ushtaku për 2 ditë ka qëndruar në QKUK e të hënën në mbrëmje është dërguar përsëri në burgun e sigurisë së lartë në Gërdovc. E ky largim nga spitali sipas Kocit është bërë pa lejen e ekipit mjekësor, po ekzaminuar në tërësi dhe pa rekomandime për terapi të Ushtakut. Kryetari i komunës së Skënderajt Samil Ushtaku ka qëndruar në grevurie për 4 ditë pasi ka konsideruar se nuk po i ofrohet trajtimi i duhur mjekësor. Ish komandanti i UÇK-s është dënuar me 12 vite burgim nga gjykata themelore Mitrovicës për vrasjen e një civili shqiptar.